The Business, unë jam Aurora Sulçe. Kryeministri Rama ka shpalosur sot ndër premtimet elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Kreu i qeverisë premton rritjen e pagës minimale në 500 euro, duke filluar nga janari vitit të ardhshëm nëse fiton mandatin e 4. Por çfarë do të thotë kjo për qytetarët? Paga minimale është paga më e ulët e mundshme që jepet për punëtorët dhe ajo përcaktohet me ligj. Kjo do të thotë se nëse Rama vjen në pushtet dhe mban këtë premtim, nuk do të ketë paga më të ulta se 500 euro. Paga minimale ka ardhur duke u vitet e fundit nga 34.000 lek në vitin 2022 në 40.000 lek aktualisht. Por cilat janë efektet e rritjes së pagës minimale? Ky vendim shoqërohet me rritje të kostove për biznesin, pasi ky i fundit detyrohet të rrisë pagat e ulta. Nga ana tjetër rriten të ardhurat për punëtorët që marrin pagë minimale dhe automatikisht kjo çon edhe në një rritje të konsumit. Nga ana tjetër përfiton qeveria pasi rriten të ardhurat në skemën e pensioneve, që aktualisht ka probleme të forta financiare. Si paraqitet Shqipëria, krahasuar me vendet e tjera të rajonit për sa i përket nivelit të pagës minimale? Edhe pas rritjeve të vazhdueshme, paga minimale në Shqipëri mbeten ndër më të ultat në rajon dhe në Europë. Sipas të dhënave të Institutit Evropian të Statistikave, ne ja kalojmë vetëm Maqedonisë së Veriut, ndërkohë që Serbia, Malizi kryesojnë në Ballkanin Perëndimor dhe kanë pagën minimale mbi 35% më të lartë se në Shqipëri. Ndjekim ndërkohë shkurtimisht çfarë ka thënë kryeministri Rama sot dhe lidhur me pagën minimale dhe rikthehemi. Pagën minimale kishim 157 euro, e kemi 400 euro dhe në vendim, si që kam thënë dhe më parë, në qershor do të bëjmë 500 euro duke që do të hyjë në efekt nga janari 2026, pagën minimale, 500 euro. Për të diskutuar premtimin e radhës së socialistëve, por jo vetëm në tërësi edhe programet elektorale që kanë shpalosur deri më tani parti, duke pasur parasysh edhe zhvillimin e ditës sotme, Sali Berisha në takim me biznesin deklaroi se opozita nëse vjen në pushtet në zgjedhjet e 11 majit do të risjell taksën e shesh të 10% dhe do të ulta timi mbi vlerën e shtuar, ndryshe TVSH në 15%. Kam në studio zotin Ergis Sefa, ekspert për ekonominë. Mirë se erdhe, Ergis. Faleminderit për ftesën. Kemi kaluar në zonën e nxehtë të zgjedhjeve, kanë filluar me ofertat konkrete për qytetarët dhe bizneset. Më në fundësisht, serioz, apo fakti që japin një nga një ende bën që të mos ta kemi të qartë tablon ne si votues? Pikërisht, kjo është pikpyetja që unë kam. Fakti që nuk shpaloset një program në tërësinë e tij, me gjithë elementet që ka, por jepen si pikatore pak nga pak. Duket sikur po duhet më shumë të ndillet elektorati, duke thënë që kam dhe këtë dhe nuk më duket si një strategji kohezive. Pra, partitë kanë një program të mirëfillt, të detajuar, e dinë se ç'do të bëjnë, kanë dhe një plan ose po ndërtojnë dhe një plan bazuar mbi atë program. Duket më shumë sikur duke ecur dhe duke parë djeshmëritë që ka publiku, votuesi, ato po nxjerrin alternativat e tyre. Po kjo ka të keqin që do të thotë që ndoshta llogaritë si kanë bërë dash mirë. Kjo do të thotë që ndoshta një pjesë e tyre do të mbeten paralizuara duke qenë se nuk janë shoqëruar me një faturë financiare, sepse ne e dimë në ekonominë nëse jep diçka duhet gjesh para për ta kompensuar më pas me diçka tjetër. Eksakt. Kemi një shtytje goxhat madhe drejt politikave populiste, po e quajmë. Pra, çfarë ka nevojë konsumatori? Po, do t'i japim këtë. Çfarë ka nevojë biznesi i vogël, krau tjetër? Po, ne do t'i japim këtë. Hapim thesin për të gjithë. Le të hapim thesin. Problemi është që nuk ka një llogaritje çfarë ka në thes aktualisht dhe mund ta hapim dhe çfarë do mund të mbledhim apo të shpenzojmë më pas si pasojë këtyre premtimeve. Dhe fatkeqësisht kjo vjen si pasojë ndoshta edhe asaj kulturës tonë dhe traditës tonë politike të 30 viteve që premtimet elektorale harohen shpejt dhe njerëzit në fund fare nuk është se i mbajnë përgjegjësi forcave politike bazuar ke premtimet që do kanë dhënë. Le të shohim premtimet me radhë. Rritja e pagës minimale e kemi 40.000 lek aktualisht, shkon në 500 euro. Është një gjë të mirë, është një nismë nëse vjen dhe zbatohet do të ketë efekte negative, si janë në këtë raport? Të dyja, si çdo nisëm, po veçanërisht ajo pagës minimale ka dhe aspektin e saj pozitiv, ka dhe aspektin e saj negativ. Nuk është vetëm fushë me lule. Në aspektin pozitiv, konsumatori, personat cilët janë në minimumin etik apo personat cilët kanë nevojë të madhe, marrin një zhvillim më të madh në këtë drejtim. Por nga ana tjetër, të mos harrojmë që punëdhënësit, pra bizneset, ato të cilët i mbajnë këto persona në punë, do kenë një rritje kosto shumë të madhe. Paga minimale dhe rritja e shpenzimeve në përgjithësi për pagën rritet me një indikator shumë domethënës, produktivitetin. Pra, sa produktiv është ky biznesi apo kjo forcë punëtore në atë gjë që bën. Tani Banka Botërore në raportin e fundit që kanë nxjerrë
ka treguar që Shqipëria është niveli i fundit i produktivitetit në Ballkan, nuk po e krahasojmë me Europën. Që do të thotë, në këtë nivel produktiviteti kaq të ulët, dhe unë nuk shoh në një plan apo një strategji për ta arritur në tërësinë e ekonomisë, ne po shtojmë edhe një kost të shtesë gjithashtu mbi biznesin dhe në fillim ndoshta mund të ketë efektet pozitive pasi qytetarët do kenë disa të ardhura më të shumta, por në afat mesëm dhe mbi të gjitha në afat gjatë do t'i kthehet si bumerang. E thënë ndryshe, ky bumerang do të thotë që do ketë shkurtime të fuqisë punëtore dhe mbyllje të bizneseve, dhe them këtë duke pasur parasysh strukturën e ekonomisë. 99% e bizneseve në Shqipëri janë vogla dhe të mesme. Në ato bizneset familjare që nëse marrin dikë të punësuar e marrin me pak para. Eksakt, dy do jenë pasojat që do thojë unë të menjëhershme dhe afatgjata. E para, një pjesë e mirë e bizneseve si pasojë vështirësive mund të mbyllen në afat mesme dhe afatgjatë. Dhe e dyta, në qoftë se nuk kemi një rritje të produktivitetit, ne ato sektorët të ekonomisë, në këtë strukturë që ne kemi, ne konkurrojmë me sektorët me thonjza me paga të ulta krahasimisht me rajonin, ato do marrin një goditje pothuajse shfaruse. Për shembull, fasoneritë, më parë apo dhe shërbimet caktuara në turizëm, do kenë vështirësi zakonisht më që çfarë do bëhen, do detyrohen që të kufizojnë numrin e të punësuarve. Përfituesi i madh është qeveria, arritën të ardhurën skemën e pensioneve, më shumë para për të paguar pensionet, për ndonjë bonus të mundshëm. Kam përshtypjen se kjo është një nga shtysat kryesore që qeveria ka arritur ta bëjë këtë gjë, sepse me këtë rritje ato mbledhin dhe më shumë nga biznesi dhe paguajnë pensionet, paguajnë dhe bonuset një pasnjëshme, tashmë kam premtuar që do ketë dy, jo vetëm ato të fundvitit, do ketë edhe të pranverës. Bonuse pranverës. Po ku do i gjejmë paratë? Pikërisht ato mekanizmat që gjejmë paratë. Po ne harrojmë që nuk mund të gjehen paratë duke marrë nga njëri xhep dhe duke futur në xhepin tjetër, sepse janë po të njëjtat, prandaj duhet të shtojmë prodhimin e parave. Dhe nëse do shkronim më tutje me efektet, në rast se biznesi i vogël dhe i mesëm është ai i cili ndoshta nuk jep shumë ndikim te taksat, po ka ndikim në punësim. Që do të thotë në momentin që ti e godet me një rritje të kostove përballë gjithë problematikës që ka aktualisht me informalitetin, me rritjen e kostove të tjera, ti automatikisht bën që një pjesë e tyre të shkurtoj fuqinë punëtore ose të mbyllen. Kjo do të thotë që rritet armata e papunëve. Pra, qeveria duket se këto para që i merr nga një xhep, prap do t'i japi për të paguar pagesën e papunësisë. Eksakt. Ky është një cikël vicioz i cili të bën ta shtysh disa vite, është e vërtet. Pra nëse po flasim për një mandat të ri qeveritar, po të bën ta shtysh, pra ama nuk të jep zgjidhje të qëndrueshme për vendin dhe mbi të gjitha për forcën punëtore. Sa të mirëmenduara, sa të konsultuara edhe me biznesin janë këto vendime, sepse në finale ti merr një vendim si shtet, por kjo ka një kosto për dikë tjetër. Kosto është totalisht ke biznesi, në rastin konkret. Pra, ti merr vendimin si shtet dhe koston e paguan biznesi. Është gjë shumë e bukur të marrësh ti vendimin dhe ta paguaj koston tjetri. Mua nuk më duken të mirëmenduar. Unë nuk di të ketë një qoftë fushat konsultimi publik me biznesin e vogël dhe të mesëm, apo qoftë një fushat konsultimi të madh me qytetarët në këtë drejtim. Padyshim niset nga nevoja e madhe në grupe vulnerabël apo e grupeve të varfra, të komuniteteve të varfra në shoqëri për të pasur të ardhura më shumë. Po nuk më duket se kjo është forma që e zgjidh këtë gjë. Mund të ndihmojnë ndryshe të varfrit, se dikush na dëgjon thotë, po i qajnë hallin biznesit. Ndërkohë që këta njerëzit e tjerë duhen këto për të jetuar. A ka një formë tjetër qeveria për ndihmor të varfrit? Jo në këtë formë parënduar një palë që ka të rëndësishme për ekonominë. Atëherë mos ta keq kuptojnë as ato që po na dëgjojnë. Padyshim që nëse doni të ndihmoni personat që janë në nevojë ekonomike, themeli është rritja e produktivitetit në biznese dhe promovimi i tyre. Si mund të bëhet? Në politikat caktuara të cilët promovojnë inovacionin biznes, të cilat ja lehtësojnë barrën fiskale biznesit, të cilat i japin mundësi biznesit qoftë edhe për eksport apo qoftë në tregun e brendshëm gjithmonë më shumë dhe me gjitha rritja konkurrueshmërisë. Pra jo grumbullimin në disa pak duar i shumë sektorëve të caktuar ekonomisë, por rritja dhe shpërndarja e tyre në gjithmonë më shumë bizneset vogla dhe të mesme. Pra me filozofinë që nëse ti lë më shumë para në xhep biznesit, ky fundi do ja japi punëtorit apo punonjësit, sepse atë ka setin kryesor në këtë filozofi. Patjetër, sepse biznesi i duhet kapitali njerëzor në mënyrë që të rrisë gjithashtu fitimet e veta, investon prapë te kapitali njerëzor që të rrisë gjithashtu përsëri fitimet e veta, dhe ky është një cikël vicioz i cili i beneficon edhe biznesit edhe njerëzve. Kthehemi pak tek opozita, ka qenë edhe takimi i liderit të opozitës, Sali Berisha me dhomat e biznesit, me dhomat e tregtisë. Edhe dy janë premtimet që janë bërë sot. E para rikthimi i taksës shesh të 10% dhe ulja e TVSH-s nga 20% që është aktualisht në 15%. Je për taksë shesh apo progresive, Ergis?
Për kushtet e Shqipërisë, do thoja që sistemi progresiv është sistem goxha i mirë, por jo kështu siç e kemi aktualisht. Duhet ishte më poshtë, me thënë në vlera. Në fasha duhet ishte patjetër më poshtë. Po dua të theksoj një diçka të rëndësishme. Ne problemi më të madh këtu e kemi që ne taksojmë punën dhe jo kapitalin. Pra taksojmë të ardhurat që kanë individi apo qoftë biznesi në vetvete, por nuk taksojmë dividendin në të njëjtin nivel si pra ato të cilët kanë para. Fitimet e kompanive të mëdha. E kompanive të cilët i kanë këto para dhe që punojnë parat për to dhe që në fundit paguajnë vetëm 8% dividend, pra taks, ndërkohë që dikush i cili punon, tatimi me të ardhur personale, ka 15, po thuaj se 2 fish. Ose 23. Ose 23, nëse shkojmë në shkallë më të madhe, pra 3 fish. Dhe kjo diferencë është ajo që të bën pikë pyetje. Nuk dëgjoj asgjë në këtë drejtim për shembull. As nga opozita, as nga pozita. Opozita ka thënë do e bëj 10% për të gjithë. Është kjo një jo dividendin, jo dividendin. Nëse këto takse 60% presupozohet që të gjitha taksat bazuar të paktën në modelin dhe në praktikën që kanë përdorur demokratët përpara 2013 sa të bëjë ndrimi pushtetit. Kanë qenë 10%. Po të shikoni programin që ato kanë publikuar, nuk e gjen kështu. E gjen vetëm pikërisht për tatimin e të ardhurat personale dhe tatimin e fitimit. Pra në farë mënyrë të pasurit prap nuk preken as nga e majta, as nga e djathta, vetëm nga në një parti e re e vogël. Pra ti mendon që duhen taksuar më shumë le të themi kompanitë e mëdha dhe më pak puna për ndihmuar atë që është stresa e mesme dhe konsumin, me këtë logjik? Eksakt. Ato që kanë para mund t'i taksosh pak më shumë sepse ato kanë dhe kanë mundësi ta përballojnë. Ata cilët i duhet t'i japësh një dorë dhe një shtys, stresa e mesme dhe me gjitha stresa e ulët ekonomikisht, ato pothuajse taksimi duhet të shkojë gjithmonë në ulje, gjithmonë më pak. Ne përdorim një logjikë kundërt. Po pse bëhet kjo? Bëhet pikërisht sepse është më lehtë t'ia mbledhësh në thonjza të varfrit apo shtresës mesme, se sa t'ia mbledhësh një kompani të madhe të pasur. Ndërkaq ulja e TVSH-s nga 20% në 15% ka dy mendime ekonomistësh. E para që TVSH-ja duhet të qëndrojë kështu siç është, me idenë që po është përshkallëzove, pra po ule me fasha bëhet e vështirë për të mbledhur, po nga ana tjetër po e ule është taksa që garanton gati 40% 38%, po temi në një mesatare 40% të ardhurat buxhetit, ku do t'i kompensosh të janë shumë. Nga ana tjetër janë ca tjerë që thonë ka ardhur momenti që ne ta ulim, ka ardhur momenti ta përshkallëzojmë të ushqimet, kryesisht energjia për ndihmuar të varfrit. Cilës kategori ekonomistësh i përket? Unë jam aty kategoria e tretë, cila kërkon gjendjen thojza një rrugë të mesme, që padyshim që ulja e TVSH-s për sektor të caktuar dhe për grupe të caktuara, grupë madhe të caktuara mund të japë efekt shumë mirë, por nga ana tjetër, nëse ty të mungojnë të ardhurat, kush është strategjia që ti zëvendësosh gjenerimin e këtyre të ardhurave? Sepse edhe nëse ti pretendon që do të kemi një shpërthim thonjza të rritjes së biznesit, përsëri do kaloj një farë kohë që nga momenti që zbaton këtë politikë deri në momentin që degenerohen mjaftueshëm të ardhurat si pasojë e veprimtarisë ekonomike. Në këtë periudhë kohe, si do e kompensosh? Do unë nuk shoh një strategji për ta kompensuar. Padyshim për slogane për të që do ulim, do e bëjmë, mund të jenë slogane shumë mira, por kur vjen puna në llogaritje, unë nuk shoh një llogaritje të mirëfillt në lapsën e letër, si do e kompensojmë nëse do ta ulim dhe pse pikërisht në këto grupe dhe ato grupe tjera, sepse kjo pastaj është diskutimi i madh. Pse pikërisht favorizon X grupe kundrejt grupeve tjera. Ushqimet dhe energjia janë ato cilët prekin masivisht të gjithë konsumatorët, të gjithë ushqimi, gjithë përdorim energji. A është vërtet, padyshim, energjia megjithatë që është monopol natyror, padyshim, po a është e vërtet që ky është themeli i problemit tek ushqimet apo mos ndoshta konkurrueshmëria, fakti që s'kemi prodhim vendas, mungesa e prodhimit vendas, pra varësia nga importi janë gjithashtu një faktor. Nëse nuk adreson këto faktorë të tjerë, vetëm ky mjet nuk shërben. Përkundër kthehet në eksperienca e viteve të mëparshme në fakt, të gjitha qeverive ka treguar dhe këtu përfshir qeverinë e demokratëve që ulën TVSH në arsimin privat, më vonë e ka përdorur edhe Rama tek ulja e TVSH-s në akomodim në turizëm, ka shkaktuar që në finale nuk janë ulur çmimet për qytetarët. Absolutisht jo, eksakt. Thjesht është rritur fitimi te grupi i cili i kompanive, i bizneseve. Ekziston ky risk në momentin që nuk do të shoqërohet me një masa të tjera? Jo vetëm ekziston ky risk, por tashmë ky është risk i provuar, siç e thatë edhe ju, është provuar 2 herë në 2 cikle të ndryshme me 2 qeveri të ndryshme dhe jo thjesht vetëm me një qeveri. Ky është një cikël i provuar dhe kjo është ajo gjë që mua më habit. Ne po ripërsërisim
teza dhe tema, cilat i kemi të provuara në këtë vend. Nuk është një gjë e re që ta provojmë njerëz se mbase na jep një X efekt. Dhe vetëm në këtë formë e pa shoqëruar me mjetet e tjera, do vazhdojë të prodhojë të njëjtin efekt. Është shumë e thjeshtë. Për të shkuar më thellë analizës të vështirë, ashtu siç bën me pagën minimale me Ramën, për të qenë le të themi të barabartë në analizë. Ergis, a mundet në rast se demokratët vinë në pushtet dhe ulin realisht të VSH në 15% për ushqimet dhe energjinë, a bëhet kjo e menaxhueshme nga administrata publike? Sepse në momentin që përshkallëzohet, krijon ato gepet dhe bëhet shumë e vështirë pastaj edhe për të mbledhur të VSH-ja, por edhe për të luftuar të gjitha shtigjet e mundshme të evazionit që çdo përjashtim fiskal krijon në vetvete. Kjo është pikë pyetje që ka mundësi ekonomist. Ose më saktë 2 pikë pyetje të mëdha. E para, ti këtë gjën ke thënë që do e shoqëros edhe me shkurtimin e administrat, pasi PD-ja ka thënë që po të vinë pushtet do të kemi një administrat më të vogël. Paralelisht. E dyta, do digitalizoj apo do digitalizoj, po do ketë më pak njerëz, pa do të ketë një farë periudhë që do të zvogëlohet numri i punonjësve. E dyta që është më e rëndësishme, ti tashmë ke një nivel informaliteti që në minimum Banka Botërore dhe FMN-ja të llogarisin 30%. Me gjasa është edhe më lart. Pra, ti 1/3 në ekonomisë tashmë e ke informale. Do të kufizosh numrin e personave që e kontrollojnë për administratën shtetërore, këtë informalitet dhe që luftojnë, dhe nga ana tjetër do kufizosh dhe bazën me cilën do mbledhësh të ardhura. Pyetja që unë kam është si do e zëvendësosh këto të ardhura. Jo vetëm si do i zëvendësosh, po si do e menaxhosh në momentin që ti të gjitha mjetet, në thonjza, po i kufizon. Personalisht është shqetësuese premtimet elektorale që po bëhen edhe në këto zgjedhje nga gjitha kampet, duke pasur parasysh fokusin e tyre. Kemi pensionistët, rritjen e pensioneve, kemi rritjen e pagave, kemi uljen e taksave, pra çdo gjë duke si po bëhet në një kuadër populist. Kjo bëhet sepse fitohen më kollaj vota, janë ato premtimet që duan t'i dëgjojnë të gjithë, apo sepse ekonomia realisht nuk është mirë dhe ka ardhur momenti që në këto gjëra duhet të ndërhyhet, sepse që pensionet janë të ulta, janë niveli më i ulët në rajone dhe është një kategori e madhe që mezi jetojnë, që pagat paktën një pjesë për shkak edhe të informalitetit janë problem. Pensionet padyshim të ulta, niveli pagave padyshim ka ardhur koha që duhet të rritet. Pra, e shoh se realisht janë të shqetësuar për ekonominë partitë politike apo thjesht është premtimet e radhës edhe kush marrin sa më shumë. Mua nuk më duket sepse që ti je vërtet i shqetësuar për ekonominë, duhet të mendosh për një reformë strukturore ose për një sër reforma strukturore në sektorët kyç të ekonomisë. Unë nuk i shoh në programe deri tani. Ndoshta tani e tutje, na e paraqesin, por çfarë është paraqitur deri tani? Unë nuk shoh një ndërhyrje strukturore të koordinuar në shumë sektorë që do japin pikërisht këtë efekt. Ne shoh vetëm ndërhyrje për të kënaqur egon e komuniteteve, grupeve të sektorave, pensionistëve, personave me pagë minimale, bizneseve të vogla, mirë po kënaqja e egos me fjalë në fundit nuk të prodhon realitet, nuk të prodhon vepra. Dhe në funksion të saj pyetja e fundit, pra bëhet gjithmonë premtimet për taksa, ndërkohë që gjithë e dinë që pak ata që merren me ekonomi që taksat një element fare i vogël që ndikon të zhvillimi i ekonomisë. Janë politikat e mëdha, le të themi ato zhvillimore, të cilat aty të bëjnë që krijosh vende pune, krijimi vende të punës, të rriten të ardhurat atij që punson, të paguajnë më shumë taksa dhe biznesi, qeveria të ketë më shumë para, të ketë mundësi të rishpërndajnë investime. Vende pune në sektor me vlerë të shtuar, sepse ti mund të krijosh vende pune në sektor. Sa fokusin te politikat zhvillimore? Mua nuk më duket sepse nuk po shoh cilët sektor do të jenë sektorët me vlerë të shtuar që do e bëjnë Shqipërinë të ketë një avantazh krahasues në minimum me rajonin, pra me Ballkanin perëndimor, për të pasur një strategji të qartë zhvillimit të saj ekonomik. Nëse ne deri më sot, siç thotë qeveria aktuale, është turizmi, mua nuk më duket se turizmi është një vlerë e shtuar e madhe për ekonominë shqiptare. I cili përgjithsisht është eksport dhe ne jemi në një zonë e cila lundron në turizëm, nga Kroacia deri në Greqi, Itali dhe më radh. Ne kemi të palidhur dhe me bujqësinë, do të thotë paratë që vini çojmë jashtë për bler pra produkte ushqimore që të ushqejmë turistët, pra është një cikël i mbyllur vicioz për jashtë dhe që përfitojnë vetëm një numër i caktuar i vogël personash. Ergis Sefat, falenderoj që ishe në atë biznes. Faleminderit të ftesën. Vijojmë me zhvillimet kryesore nga ekonomia për sot. Para më shumë se 1.000 pranishmëve nga 37 vendet të ndryshme të botës. Kryesisht investitorë dhe agjenci zhvillimi, kryeministri Rama prezantoi ofertën dhe potencialet zhvilluese të Shqipërisë. Ai fton investorët e huaj të blenë dhe të investojnë kryesisht në zonat malore që i konsideron me potencial të madh zhvillimi. Blini sot qofte edhe një gur, nesër do t'jetë vonë. Me këtë thirrje ju drejtua kryeministri Edi Rama investitorëve dhe agjencive të zhvillimit nga 37 vende të ndryshme të botës që u bën bashk në eventin më të madh të biznesit në Tiranë, Matchmaker Albania 2025.
Nesër të gjithë do të duan të vinë. Të gjithë do duan të blejnë dhe do të jetë shumë e shtrenjtë për shumicën për jush. Çfarë do doni të bëni, bëheni tani. Është një moment kur Shqipëria nis të lulëzojë dhe ende nuk është plotësisht e njohur për potencialin që ka dhe për mundësitë e jashtëzakonshme. Kur të gjithë ta marrin vesh, nuk do të jetë kaq e lehtë sa ç'është sot. Në event u firmosën 5 memorandume të reja të bashkëpunimit me Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Serbinë, Britaninë e Madhe dhe Kazakistanin. Këto memorandume nuk janë dokumente të thjeshta, por ato ndërtojnë ura për të gjetur partner rrugë e tregje të reja për Shqipërinë. E kemi nisur këtë program me një objektiv shumë të qartë, për të rritur pozicionin e Shqipërisë si një destinacion për investime konkurruese dhe eksporte cilësore. Donim që ta vinim këtë në linjë me performancën ekonomike shqiptare, duke arritur që vitin e shkuar 1.58 miliard euro investime të huaja. Për Ministrin e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha, nënshkrimi i këtyre marrëveshjeve është më shumë se një platformë për bashkëpunim, duke pasqyruar momentin e rëndësishëm që Shqipëria ka ndërtuar. Këto marrëveshje janë më shumë se gjeste diplomatike. Ato janë angazhime për të bashkëpunuar, për të shkëmbyer njohuri dhe për të investuar në rritjen e njëri tjetrit. Në turizëm, në pasuri të paluajtshme, teknologji, inovacion, agrobiznes, prodhimi, energjia, financat dhe kujdesi shëndetësor. Matchmaker Albania 2025 e organizuar nga Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve dhe Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit vlerësohet si një mundësi për të lidhur eksportuesit shqiptar me tregjet ndërkombëtare, për të prezantuar investime vendase dhe të huaja në Shqipëri, për të shfaqur potencialin e vendit dhe për të krijuar bashkëpunime me kompani globale. Donald Trump nuk ndalet nga politika e tij për vendosjen e tarifave tregtare për automjetet me anë të një vendimi të papritur. Ai njoftoi për mediat në shtëpinë e bardhë vendosjen përfundimtare të tarifave prej 25% për automjetet e prodhuara jashtë Amerikës. Bashkimi Evropian dhe Japonia u zotuan përkundër masat e ngjashme. Donald Trump ka nisur ofensivën tregtare kundër të gjithëve. Të mërkurën vonë, presidenti amerikan njoftoi vendosjen e tarifave speciale për 25% për të gjitha makinat që nuk janë prodhuar në SBA. Ai tha se masat do të hyjnë në fuqi më 2 prill. Masat e Trump prekin veçanërisht Gjermaninë si një vend eksportues me prodhim të madh makinash. Ne do të vendosim masa taksuese ndaj të gjitha vendeve për të bërë biznes në vendin tonë dhe duke marrë përsëri mbrapsht vendet tona të punës, duke marrë shumë gjëra të cilat na janë marrë më përpara. Miqt kanë qenë shpesh herë më keq se armiqt tanë dhe kjo është shumë modeste. Ajo çfarë do të bëjmë është të vendosim një tarifë prej 25% për të gjitha makinat të cilat nuk prodhohen në SBA. Nëse prodhohen në SBA, nuk do të kenë kurrë tarifa. Euro ka pësuar një rritje të fortë në tregun ton të këmbimit, duke u ngjitur në kuotën e 99.6 lekëve. Pik kundrejt lekut kanë fituar edhe valutat e tjera, por më shumë ndikin pasqyrën me vlerat e shkëmbimit të monedhave. Ky është The Business për sot, mirupafshim bashkë.